Krejt çka munde me thonë është forca dhe kurajo, Edi. Loja për ty vazhdon, aty brenda, po një gjë të paktën të mirë ke marrë nga ky Big Brother, derisa ishte Dolçe aty brenda, afërsinë e saj dhe njohjen me Dolçen që ke krijuar. A e kishe besuar edhe vetë që kaq shumë do të lidheshe, sepse është një kohë shumë e shkurt e qëndrimit aty brenda, 11 ditë net sa qëndroi Dolçe aty në shtëpi. Publiki nuk e kupton një sanë. Këtu mërëndon jena 24 orë në 7 ditë. Këtu flena bashk, hajna këtë bashk, dalim bashk, folim këtë së bashku, i ndojmë emocionet bashk, do me thonë këtë sanë dhe di bojna bashk. Unë me Dolçen jena lidhë prej fillimit, nga ka lidhë kemia. Unë nuk e kom prit për veti, po ka ndodhë me një mënyrë shumë natyrale. Nuk ka ndodhë as e planifikume, as nuk u konë Dolçe pjesë e lojës time, as besoj as unë për Dolçen, neve nga ka lidhë kemia, e kështu që për publikun që para gjykon, kjo ja jëm unë emocionalisht i fort, edhe i ftoft për shumë sane, ja s'është as kushi aty jashtë. Edhe ku për të kapke emocioni, për të kapke flisht. Edhe nisan dini, këtu mërëndon kanë kalu 11 ditë. 11 ditë këtu mërëndon njënë si 1100 ditë jashtë. Fiks. Është e vërtet, jeni të lidhur me njëri tjetrin, edhe është shumë e kuptueshme edhe vjen mirë Edi, që je shumë i sinqert me ndjenjat tua të cilat po i përjeton. Edhe kam edhe diçka më shtu, për nuk është burni mos me kajt. Vetëm ta dëgjojmë edhe Valdrinin, sepse duan ta mbyllim lidhjen në shtëpinë. Vetëm sa dashta me ndërhy, me komplimentu për fjalorin, për maturin edhe vajnë, edhe mi thonë që dashnia nuk i përket muskujve, nuk është dashnia i përket shpirtit. Me kajt për dashni është hynore, nuk është e turpshme. Bravo, Edi. Bravo. Banor, do të dhemi të ju pas pak. Mbyllim lidhje me shtëpinë.